Hapi i dytë. Frymënxjerrja dhe frymëmarrja, procesi që ne i bëjmë gabim. Marrim frymë thellë me hund, derisa ta ndjejmë kafazin e krarorit të zgjerohet dhe diafragmën të ullet. Dhe më pas, nxjerrim frymën me gojë, ngadalë, shumë ngadalë, dhe nëse dëshironi, mund ta shoqëroni me një tingull ose në varësi të asaj që dëshironi. Kur barku të jetë lëshuar, diafragma të jetë ngritur, procesi do t'ju japi një marrëmendje të lehtë që tregon se gjithçka është në rregull. Tingujt e kordave zanore e ndihmojnë nervin vagut të qetësohet. Hapi i tretë.